Ata ishin një familje thjesht, që i kalonin ditët me shqetësime dhe gëzimet e vogla, si të çdo familje tjetër. Ditët zu njëra tjetrën, vitet kaluan dhe jeta i ngjante një panorame të qetë, deri në momentin kur në mënyrë të pashmangshme ndodhi diçka që i ndryshoi tërësisht rrjedhën e jetës. Miqtë One Morning, përshëndetje. Në fakt sot kemi vendosur të flasim për një histori paksa të trishtuar, për të bërë publike dhe për të folur më shumë për historinë e një djali i cili ka 3 vjet të gjysmë që rezulton i zhdukur. Bëhet fjalë për Mateo Bejaj, djali nga Vlora. Kemi këtu motrën e tij Fabiolën. Fabiola, mirëmëngjes dhe faleminderit që pranove ftesën tonë për të folur më shumë për historinë e humbjes së Mateos dhe për ta bërë prapë publike për të disatën herë. Përshëndetje, faleminderit juve që ndodheni pranë nesh në këtë tragedi familjare që prej 3 vjet të gjysmë kam përfshirë familjen dhe jetën tona. Duke u munduar të jemi paksa delikat për ta trajtuar këtë histori, jo të gjithë ndoshta e dinë historinë që nga fillimi të Mateos, çfarë ka ndodhur, momentin ku ka humbur, si ka reaguar familja. Unë dua që pikë së pari ju të ndjeni komode për të folur qetësisht dhe për të marrë gjithë kohën e duhur. Fillojmë që në piknisje, aty ku nisi dhe problemi. Kur humbi Mateo? Bëhet fjalë për datën 16 korrik të vitit 2011, dita kur në fakt rrjedha e fatit dhe familjes sonë ndryshoi. Ne jetonim në fshatin fitore të komunës Novsel, një fshat afër qytetit të Vlorës. Kishim kohë që punonim për të transferuar në qytetin e Vlorës, pasi me shumë mund dhe sakrificë prindrit e mi kishin arritur që të blinin një shtëpi aty. Dhe ne do transferoheshim ditën e diel, ndërkohë që vllai jon humb të shtunën. Ai del si zakonisht në orën 4 mbasdite nga shtëpia. Mami me babin tim kam qenë në punë atë ditë dhe ne kemi qenë unë dhe motra dhe vllai kemi qenë në dhomën tonë duke biseduar, pasi vllai kishte pak kohë që ishte kthyer nga pushimet e tij verore. Ai shkëputej për një çast dhe thotë që do karikonte pak telefonin. Dhe unë shkoj dhe i them që do dalësh pak tek balkoni ku ishte gjyshri se doja të bëja pak punët e shtëpisë. Dhe vllai del nga shtëpia, ashtu siç ishte, me rroba të shkurtra, siç ishte në shtëpi, pa marrë asgjë, mori vetëm celularin e tij, që e kishte vetëm me kartë memorie për të dëgjuar muzikë, jo kartë SIM, numër telefoni. Del dhe më thotë që jam këtu, thotë, afër pallatit, do luaj me shokët. Ky ishte takimi im i fundit në fakt me vllain dhe unë jam personi i fundit nga familja që ka takuar Mateon. Në fakt Fabiola, mbakeni shumë mirëmend dhe mbakeni edhe detaje të rëndësishme, sikur është për shembull pjesa e kartës SIM dhe momenti edhe rrobat që Mateo kishte veshur. E prisnit ju, kishte Mateo diçka të çuditshme atë ditë, mendonit se diçka nuk shkonte, ishte më i mërzitur, apo ishte thjesht një ditë normale si gjithë të tjerat? Në fakt, gjatë këtyre 3 vjet të gjysmë e kujtoj çdo ditë atë moment për të kapur ndonjë detaj dhe për të kuptuar se çfarë realisht ka ndodhur ose nëse vllain tim e ka munduar diçka. Por ai ishte si çdo ditë tjetër, ashtu i qeshur dhe i çiltër. Kemi ndonjë si çdo ditë tjetër duke biseduar, dita e tij filloi po njësoj. Dhe ne ai doli nga shtëpia dhe ne absolutisht nuk e prisnim. Orët po kalonin dhe u bën 3 orë që Mateo nuk po kthej në shtëpi, shkoi ora 19 dhe ne aty kemi filluar që ta kërkonim. Pra sa orë mbas humbjes së themi, nga kontakti i fundit, sa orë kishin kaluar kur ju vut re se diçka nuk po shkonte? Dhe më thënë, kaluan 3 orë, shkoj ora 7 mbasdite, po prapë nuk është se ishin shumë të shqetësuar, sepse ishte ditë vere, që dita shumë gjatë dhe ndoshta do ishte duke luajtur me shokët. Përgjithsesi Mateo ishte shumë korrekt me oraret. E kthej gjithmonë shpejt në shtëpi. Dhe aty filluam ta kërkoni, pastaj kur në momentin kur kuptuam që orët po kalonin dhe ai s'po kthehesh, aty filluam që u shqetësuam. Në orën 21 në darkë është parë vllai im për herë të fundit në fshatin fitore, është parë nga një djalë 25 vjeç, i cili
ka deklaruar dhe në polici që Mateo ishte duke u kthyer nga fusha e sportit në orën 21 dhe ishte duke mbajtur celularin e tij në dorë, por nuk e kishte vënë re nëse ai kishte marrë drejtimin për në shtëpi apo drejtimin për tek rruga nacionale Vlorë Fier, sepse ishte një kryqëzim dhe ai nuk e kishte vënë re. Ky ka qenë personi i fundit që e ka parë vllain tim. Si ishte Mateo si natyrë dhe ju si motor, cila ka qenë marrëdhënia juaj me të? Ishte ai i hapur, flisnit shpesh? Ishte fëmijë shumë i ciltër, shumë i hapur. Dhe ne kishim një marrëdhënie shumë të ngushtë me njëri tjetrin. Zgjoheshim bashk në mëngjes, flisim shumë me njëri tjetrit, luanim së bashku, flisim dhe për gjëra intime të njëri tjetrit. Më përcjellej gjithmonë për në shkollë, ishte shumë i kujdesshëm ndaj motrave. Kishim një raport shumë të mirë dhe u për shumë kohë që më mungon kjo lidhje. Çfarë të rrëfente Mateo për gjërat që ai donte të arrinte në jetë? Ai ishte vetëm 14 vjeç e gjysmë. Dhe ndoshta ëndrat e tij nuk kishin arritur ende të merrnin një formë për destinacionin ku duhet të shkonte, por ishte i lumtur Mateo me jetën që bënte. Nuk donte që të largohej diku, nuk kishte ndonjë pakënaqësi për të shkuar diku larg nesh që ai të arrinte. Dhe ishim shumë të lumtur të gjithë që do fillonim në një jetë të re në një qytet të ri, i cili të ofronte më shumë mundësi dhe do të ishim më pranë shkollave tona. Ishte pasur Mateo shqetësime kohë të fundit, diçka që mund të ketë ndodhur në planin sentimental, në shkollë, në lidhje me marrëdhëniet familjare edhe me prindrit? Prindrit e mi 3 ditët e fundit nuk ishin në shtëpi, pasi ishin të shtëpia në Vlorë, pasi po merreshim me dokumentacionet e shitblerjes së shtëpisë. Dhe nuk kemi patur asnjë lloj konflikti, asnjë lloj debati, as me ne motrat. Ne na kishte marrë shumë malli sepse ai pak ishte kthyer nga Dajua, ku kishte shkuar për pushime. Dhe nuk kishte asnjë lloj shqetësimi. Ishte shprehur ndonjëherë Mateo dëshirën për të jetuar larg, i pëlqente të ikte jashtë vendit, ndoshta për një të ardhme më të mirë apo për të realizuar ëndrat e tij? Ja, asnjëherë. Çfarë ndodhi Fabiola mbas asaj nate? Kur orët kalonin, Mateo nuk po shfaqej, fillua të shqetësoheshit. Si reaguat? Filluam të shqetësoheshim dhe dolëm të gjithë në fshat, u shpërndam që ta kërkonim. Dhe jemi këdhirë vetëm me shpresën se atë natë në fshatin tonë më zhvilloi një dasëm. Edhe ndoshta Mateo ishte tek një shoku i tij dhe prindrit e tij ishin të ftuar tek ajo dasmë dhe ndoshta duke luajtur i kishte zënë gjumi atje, po shkuam në polici të bënim deklarimi, por duhet të kalonin 24 orë që një fëmijë të shpallë i humbur për të nisur kërkimet. Dhe kemi kërkuar të gjithë shumë të shqetësuar sepse nuk na merrte kurrë mendje në një ditë se mund të ndodhe kjo që na ndodhi, asnjëherë. Domethënë ai nuk po kthehej në shtëpi, po unë nuk doja të besoja. Duhet të shqetësoheni sepse gjithmonë shpresa është ajo që duhet na mbajë gjallë gjithmonë. Gjërat Fabiola do të rregullohen, sigurisht. Dhe mendime jo vetëm të publikimit në media të këtij rasti, i cili në fakt është një ndër rastet jo të vetme, por fatkeq është akoma një listë tjetër që ekziston edhe në polici e fëmijëve të zhdukur, të cilët kanë më shumë gati se 2 vite dhe më shumë se 5 vite që rezultojnë të zhdukur, por shpresa gjithmonë duhet na mbajë gjallë dhe gjithashtu edhe dëshira e madhe për ta parë prapë Mateon. Dhe kështu duhet të vazhdojmë rrofimin ton për të shkuar deri në fund kësaj historie, me shpresën që edhe shoqëria civile do na ndihmojë, por gjithashtu edhe policia që ka sigurisht themelet e kërkimit dhe tetimit për këto raste. Të nesërmen unë mora një fletore insulasë në vete dhe fillova të kërkoja në çdo cep ku Mateo kishte shkelur për të bërë një lidhje se kë persona ka takuar gjatë asaj dite, çfarë ka thënë ndonjë gjë që mund të na ndihmonte në kërkimet e tij, dhe
kishte diçka që nuk përputhej në këtë histori. Dhe Mateua që në orën 4 që kishte dalë, domethënë kishte luajtur me shokët, nuk është se kishte bërë ndonjë bisedë, asgjë domethënë se thjesht siç e kalonin gjithmonë ata kohën me njëri tjetrin. I pyeta të gjithë shokët që kishte takuar Mateua atë ditë, deri në orën 7. Pastaj në orën 19 ai ishte shkëputur nga shoku i tij i fundit që kishte takuar. Dhe në fakt, misteri i kësaj historie është se janë 2 orë që Mateo nuk e ka parë askush në fshat. Ora 19:21. Ndërkohë që është muaj korrik, ishte ditë, ka shumë njerëz në lëvizje sepse ishte bahar dhe nuk del askush në fshat që mund ta ketë parë ose ku ka qenë Mateo. Në orën 19, gjyqja ime del dhe kërkon sepse kemi një fushë sporti atje. E kishim pas shtëpisë ku Mateua luante zakonisht me shokët. Dhe shkon nëna ime atje dhe takon një kushëriren e gjyqit. Ishte madhe në moshë dhe ajo tha që Mateo ne kishte parë në orën 7 paca që ishte duke shkuar drejt fushës së sportit. Nëna ime shkonte fushën e sportit dhe Mateua nuk ishte atje. Ndërkohë halla jonë e kishte shtëpinë tek fusha e sportit. Dhe nëna troket tek shtëpia e saj dhe pyet nëse Mateua ishte diku aty sepse kishte shtëpi private dhe zakonisht shkonte tek halla, kalonte shumë kohë. Pasi kishte edhe vajzën kushërirën bashkëpunëtare në moshën e tij. Dhe halla nuk e hap portën, po i thot që nga receptori që nuk është këtu Mateo. Domethënë janë 2 orë që duhet të pyes diçka për të lidhur ndoshta edhe me historinë dhe të këtij momenti kaq vendimtar. Cila ka qenë marrëdhënia juaj me Hallën? Ka qenë një raport jo shumë i mirë. Jo shumë i mirë, por nuk është se kemi patur ndonjë konflikt, domethënë që një motiv që atë ta shtynte të bënte këtë gjë. Unë jam motër vetë dhe e di se çfarë do të thotë dashuria për vëllain. Mateua e komplikon shumë historinë e rasteve të humbjes fëmijëve, kur bëhet fjalë për infiltrimin ndoshta edhe të familjarëve që mund të kenë gisht apo ka dyshime për të mos qenë kaq racional në zhdukjen e fëmijëve. Tashmë për të kuptuar më mirë edhe për dyshimet tuaja, do të flasim fillim për marrëdhënien me Hallën që ka pasur familja juaj Fabiola dhe për gjetur nëse ka pasur ndonjë motiv që Halla juaj të ketë gisht në këtë ngjarje. Nuk ka patur as edhe një lloj motivi. Vllai im dy ditët e fundit para humbjes, domethënë të shtunën ishte kthyer në shtëpi, po 2 ditët e tjera që prindërit e mi nuk ishin në shtëpi, kishte fjetur tek Halla, e kishte kaluar atje ditën. Edhe në mëngjes para dita kishte qenë tek Halla. Në orën 10 të darkës të shtunën që Mateua nuk po kthehej në shtëpi, unë e marr në telefon Hallën dhe i them që Halla i them Mateua nuk po kthehet në shtëpi. Dhe ajo nuk u shqetësua fare, nuk më mori në telefon që të thoshte që u kthye djali apo jo. Domethënë nuk ke shfaqë shqetësimin e një Halle për nipin e saj. Dhe të nesërme në mëngjes, ne u ndam në fakt të gjithë të afërmit tanë për kërkimet e fshat, sepse dhe unë e kërkoja së bashku me Hallën dhe vija re lëvizje të çuditshme të saj, por dhimbja atëherë nuk më bënte që ta kuptoja. Ne tha, domethënë që hajde shkojmë një te shtëpia ime se ndoshta është fshehur aty. Dhe fillonte kërkonte aty te kobori i saj, fillonte kërkonte mos është aty në terracë, bënte domethënë gjithë. Dhe unë ngela kështu për një çast dhe i thash, Halla ç'po bën? Po ja i tha, ja bënte kjo, unë mendoj se Mateua nuk do kthehet direkt tek juve, po të vi njerë tek shtëpia ime se ndoshta i ka frikë nga ju. Po se duhet të ketë frikë, i thash, unë s'kemi patur asnjë lloj debati, asnjë lloj gjëje. Po kaq, domethënë
E ktheja përgjigjen, por nuk arrija që ta kuptoja. Bjola ka ndihmuar halla në kërkimet, përveç në kërkimet sipërfaqësore që kanë bërë familjarët në fillim, më vonë, sepse kanë kaluar 3 vjet e gjysmë dhe hetimet sigurisht kanë qenë të shumta. Ka dhënë ndonjë kontribut? Absolutisht ja. Asnjë lloj kontributi. Ajo ne tek halla jon kemi dyshuar pas 2 muajsh që ka ndodhur ngjarja dhe ky është fati jon i keq, sepse nëse do kishim dyshuar që në fillim ngjarja do ishte më freskë dhe lëvizjet do të ishin më të dukshme. Por ajo vinte tek shtëpia jon, ishte afër policisë, afër veprimeve dhe kërkimeve që bënin ne, domethënë ishte në afërsi të informacionit. Si mendoni se mund të ketë patur ralla gisht në këtë zhdukje të Mateos? Arsyeja cila mund të jetë, përveç dyshimeve tuaja? Për çfarë motivi mund ta bënte një familjare këtë gjë një vllajt të saj? Tani për transferimin e shtëpisë, domethënë ndodhi shumë shpejt që ne do blem shtëpinë dhe shitem atë që kishim. Jo, nuk ka patur, nuk e di domethënë se cilat janë pretendimet e saj, por që te fshati nuk e dinin që ne do iknim tek shtëpia në Vlorë, dhe dinte vetëm halla. Dhe ajo domethënë ishte në informacion të shumës së lekëve, ndoshta domethënë ka ndonjë pretendim për shtëpinë ose për lek, pasi ne nuk na i ka thënë asnjë drejt për së drejti, por që i ka thënë me fjalë në për fshat. Pastaj janë veprimet e saj që ne na kanë bërë të dyshojmë tek ajo. Po hetimet me policinë si kanë shkuar? Në këto 3 vjet e gjysmë, si ka rrjedhur procesi kërkimit të Mateos? Çfarë të dhënash të reja kanë dalë në dritë? Kërkimet filluan me njërë të dielën, pasi unë pushon 24 orë. Deri në muajin gusht, çështja është shqyrtuar në policinë e Vlorës. Më pas kaloi në prokurorinë e krimeve të rënda dhe dosja si vë emrin për rrëmbim personi. Aty dosja ka qëndruar 2 vjet dhe unë personalisht kam qenë shumë afër kërkimeve. Nuk e di domethënë, po ndoshta fleta janë shkruar shumë, e ndoshta dosja e vllajt tim është plot e mbushur. Por fakti që ne nuk kemi asnjë informacion mbi se ku është apo si është, do të thotë që për ne nuk është punuar fare. Momentalisht dosja është në policinë e Vlorës, pasi për të gjitha hetimet që kishte bërë prokuroria krimeve të rënda duhet të kalonte te policia e Vlorës për të bërë këto kërkimet operacionale. Mendoni se ka pasur ndoshta neglizhencë nga ana e hetimeve të policisë? Sigurisht që ka patur. Së pari, domethënë, ai fshati ku jetonin ne është aq i vogël, sa që po të kërkoj mirë që në fillim çështja nuk do të ishte zvarritur deri këtu. Por çdo gjë, çdo informacion e kemi çuar ne tek policia, çdo burim e kërkimet tona gjithkohës, me njerëzit që kemi punësuar ne vetë, të gjitha, domethënë çdo personat e tjerë për të kërkuar. Po, në gjithë, domethënë gjatë verës kemi bërë kërkime në të gjithë Bregdetin e Vlorës, në të gjithë zonën. Atje u fol që Mateo ishte parë në Boshë të Sarandës në muajin gusht, tek një mbesa e hallës, mbesa e babit tim. Domethënë kishte deklaruar një gjitone që kishte shkuar tek shtëpia e saj dhe kishte pyetur që po ky djali, dhe kishte thënë që është një nipi im. Dhe pastaj nga fotoja që kishte parë, kishte thënë që është i njëjti person. Po policia shkoi atje, pastaj ne lajmëruam policinë, policia shkoi atje dhe ai nuk ishte aty dhe nuk u bë asgjë më pas. Në këto 3 vite e gjysmë, çfarë dëshmish kanë ardhur për Mateon? Edhe tek ju edhe tek policia.
ku e kanë parë, vetëm brenda Vlorës kanë ardhur dëshmit apo kanë qenë edhe jashtë edhe në qytete të tjera, ndoshta edhe jashtë Shqipërisë? Ku janë bazuar hetimet? Ku e keni kërkuar Mateon? Ne e kemi bërë kërkime në gjithë Shqipërinë, por edhe në shtete të tjera, nëpërmjet kërkesave të ambasadave për duke shfrytëzuar organizata ndërkombëtare që merren me çështjet e fëmijëve të humbur. Në Greqi, Itali, në Angli, Siri, Kosovë, Maqedoni, në të gjitha këto shtete fqinje, por sigurisht që fuqia e kërkimeve tona për mbështetjen e institucioneve është shumë e vogël, sepse është e vështirë të kërkosh në një qytet, jo më në një shtet. Vetë si familje burimet janë të pamjaftueshme, njerëzit janë të pamjaftueshëm, të gjitha. Si ka reaguar Halla ndaj akuzave të cilat tashmë ajo besoi se është në dieni të tyre? Halla kur ndodhi ngjarja, i thoshte mami tim, domethënë shpesh që pse po qani, thoshte, djali shëndoshte mirë, e ka marrë peng për lek. Thoshte që në pazarin e Vlorës flitej se ishte parë një djalë në malet e Kuçit, në stanet e Kuçit andej. Do të thënë shumë deklarata që ajo nuk kishte pse i bënte kur nuk dinte gjë. Dhe mami aty i thotë që nëse ti ke gisht në këtë histori, kthej djalin në shtëpi dhe çështja të mbyllet këtu pa marrë vesh as policia dhe as miqësia. Ai thoni deklaratat tuaja kundrejt dyshimeve ndaj saj kanë qenë të drejtë për drejta. Po, të drejtë për drejta, që në fillim domethënë drejtë për drejtë e Halla në momentin parë kur ne dyshuam tek ajo. Pastaj ajo kaloi në një krizë nervore që ja bënte pse fola dhe ishte pikërisht ajo dita që i shkëputi marrëdhëniet me ne, nuk vinte më tek shtëpia jonë. Çfarë ishte kjo krizë nervore? Ishte humbja Mateos? Ja. Ishte arsyeja se unë situa që fali. Një ditë, domethënë ajo erdhi te shtëpia jonë dhe i tha mamit që erdhi një mik tek shtëpia ime dhe tha që tek zona që banonin ne bëj një pazar, një treg, domethënë ditët e inteve. Dhe atje tha, ky miku kishte dëgjuar që një djalë që ngjante me Mateon ndodhi në stanet e Kuçit. Edhe i tha mami që po ky miku se ky ishte pak shumë atë ditë, domethënë ishte para ditët e shtëpia jonë për vizitë. Edhe i tha mami që po ky pse nuk na thane që ishim direkt personat e ngjarjes që e vuani. Edhe ajo pastaj domethënë aty filloi binte vetes me grushta, kaloi në një krizë nervore, që pse fola, kam faj unë që flas. Dhe të nesërmen ajo ka ardhur. Kriza nervore ishte momenti të nesërmen u bë më mirë Halla? Aty erdhi dhe burri i saj dhe pastaj u larguan të dy. Ajo erdhi dhe të nesërmen te shtëpia jonë dhe ishte me shenja në kuriz. Edhe tha që i tha një kushërirës të gjyshit që më ka raur, që e kishte raur i shoqi pse kishte falur. Dhe aty pastaj nuk erdhi më në shtëpinë tonë. U ndërpre marrëdhënie. Sa kohë është bërë që ju keni ndërprerë marrëdhëniet me Hallën? Pas 2 muajsh sapo ndodhi ngjarja. Që prej atij momenti ju nuk keni marrë vesh asgjë? Nuk keni shkëputur marrëdhëniet familjare? Po, me Hallën po. Ndërkohë Halla ime tjetër që jeton në Itali, sepse Halla që ne dyshojmë që ka gisht në këtë histori, ka një djalë 27 vjeç i cili jeton në Greqi, edhe një vajzë që është bashkëmoshatare me vllain tim. Dhe Halla ime gjatë Halla Italisë ka folur me nipin e saj gjatë kësaj kohe dhe ai shpreh shumë keq për të jemën, se pasi Halla e pyeste në lidhje me historinë nëse dinte ndonjë gjë. Dhe ai ja bënte që Mariana ka për të jemën, ka për të paguar të gjitha. Në këtë çështje janë ngatëruar shumë persona të tjerë. Titeze ja bënte mos u ngatëroj me këtë çështje, shumë shpejt e vërteta do dalin në shesh.
Dhe thoshte për një shumë 12.000 euro që lekët e kurbetit që ai kishte mbledhur kur kishte shkuar në shtëpi, domethënë dhe i kishte kërkuar, e jema ja kishte shpenzuar dhe nuk kishte dhënë një arsye se ku ishin këto lekë. Ishin në zonë dhe ai ishte larguar nga Shqipëria dhe është larguar me paterica. Pastaj babi im domethënë shkon vetë në Greqi, në ishullin ku ai jetonte për të bërë një takim me nipin e tij për ta pyetur vetë personalisht. Dhe ai thotë që Dajo i thotë mua dhe babin tim na lini jashtë kësaj historie, djalin kërkoi tek motra jote. Domethënë na akuzoi të jemi drejt për së drejti. Të njëjtën gjë ja ka bëhuar edhe avokatit të çështjes që ne kemi punësuar, Zaçe Islami, i cili e mori rrugën për ta takuar. Po në polici domethënë nuk e pan këtë gjë, e mohon. S'kemi më asnjë lloj kontakti as me djalin, as me hallën, kemi ndërprerë gjitha marrëdhënie. Cila ka qenë dëshmia e fundit që ka ardhur në lidhje me Mateon, që mund ta kemi parë diku? Dëshmia e fundit? Nuk është se, domethënë na ka ardhur ndonjë informacion që Mateu është parë në këtë vend. Po policia si vazhdon me hetimet? Kanë qenë hetime të pandërprera, të vazhdueshme? Kërkimet kanë qenë të pandërprera, por policia e ka patur shumë të vështirë për arsye se familja jonë ne nuk kishim asnjë lloj konflikti me asnjë person të jashtëm. Prindrit e mi janë njerëz punëtar, të cilin nuk i kishin borxhe skujt. Dhe nuk kisha asnjë të dyshuar tjetër jashtë familjes sonë, se kush mund ta ketë bërë këtë gjë dhe për çfarë arsye mund të jetë. Pastaj tek halla nuk gjen policia një motiv që pse duhet ta ketë bërë. Halla këtë gjë pasi janë dyshimet tona nëse kjo e ka bërë për lek apo për zili që ne do të rregullonin për një jetë më të mirë, por që nuk i ka kërkuar këtë lek, nuk është shfaqur drejt për drejt. Nga gjithë informacionet që keni marrë për Mateon, çfarë mendoni se mund të ketë ndodhur me të dhe se ku ndodhet tani? Në fakt është një pyetje që ne na ka shoqëruar gjatë gjithë kësaj kohe. Por ne nuk kemi një vend konkret ku po e kërkojmë, kërkimet tona janë në ajër, po e kërkojmë gjithkund. Me shpresën që vllai im ndoshta është diku, shëndosh e mirë, sepse kjo është më e rëndësishme për ne. Nëse Fabiola, mendoni se ekziston mundësia që Mateo të ketë ikur me dëshirën e tij, ndoshta edhe i tunduar nga shumë kritere të tjera që mund të ketë ofruar dikush, pa nuk është rrëmbyer. Ka qenë në një farë mënyre i zonë në kurth ose i mashtruar, duke qenë se ka pasur edhe një moshë të vogël dhe është diku, shëndosh e mirë, duke shpresuar gjithmonë. Çfarë do të thonit? Në fakt, edhe unë kam menduar këtë gjë, por është pa mundur, sepse Mateua ishte fëmijë shumë i zgjuar dhe nuk mashtroi kollaj. Por megjithatë ishte shumë jashtëzakonisht shumë i lidhur me ne. Me mamin, me motrën, me gjithë familjen. Dhe jam e sigurt që ai do ta gjente mënyrën patjetër për të na telefonuar, për të na kontaktuar. Por nëse ai është duke më parë diku, nuk e di, ka shumë gjëra që unë dua t'i them. E jo që gjithçka për mua është gjithçënia ime. Më ngon çdo qelisë e tij, më ngon një buzëqeshje e tij e cila jep të jetës time ngjyra, shkëlqimin syve të tij. Më ngon përqafimi i tij në fjalë, lojrat tona, bisedat tona, gjithçka. Ndoshta nuk e dihet, mund të jetë edhe duke na ndjekur, por së paku në mos Mateo t'jenë edhe personat e tjerë të cilët mund të kontribuojnë në zgjidhjen dhe kthimin e Mateot në shtëpi. Si ka familja juaj, prindrit, Fabiola, nëna dhe babai juaj?
Si ja ka ndryshuar jetën ndoshta humbja e Mateos? Bota jone thjesht, por plot ngjyra ku jetonim më parë, është ndëruar në një botë të errët, të mbushur me dhimbje, lot, trishtim, mangth. Janë komplet të demoralizuar. Mami im jeton vetëm me shpresën se do ta gjej djalin e saj, të vetëm që është drita e syrit të saj. Por atë pritonja zakonisht shumë keq. Stoku i saj çdo mëngjes është i lagur nga lotët. E kanë të pamundur që të vazhdojnë jetën e tyre normale, gjithçka ka stopuar aty. Ne jetojmë vetëm me shpresën se shumë shpejt Mateo do të kthehet sepse kemi besim tek Zoti, sepse nuk i kemi bërë keq askujt në këtë botë. Çfarë kërkon Karolina? Çfarë mund të ndihmojë ju për të validuar dëmimin dhe për të ndihmuar në kërkimin që do të bëni? Sigurisht që dëshira jo më e madhe është që të gjej Mateon tonë dhe ai të jetë sërish me ne. Ne kemi kërkuar gjatë gjithë kësaj kohe dhe do ta kërkojmë gjithmonë. Por që kërkimet tona pa mbështetjen e secilit për ju është e pamundur. Ne kërkojmë mbështetjen e institucioneve që t'i përgjigjen kërkesave tona, trokitjeve tona në dyert e tyre. Përmbi gjitha që ata të prekupohen më shumë në kërkime dhe dosjet mos të plurosen në raftet të tyre. Kërkojmë mbështetjen e të gjithë njerëzve, sepse çdo informacion që dikush mendon se është i parëndësishëm për ne është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm. Çdo kush që mund të ketë dëgjuar apo të ketë parë diçka apo ta ketë parë Mateon diku, ka plot mënyra për ta dhënë këtë informacion. Është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për ne. U ka marrë malli për Mateon? E kujtoni shpesh? Dhe cila është imazhi që ju vjen në mend? Mateo i qeshur? Nuk ka fjalë. Me qenë se edhe në ndjeshmëria juaj, sidomos kur bëhet fjalë për vllajën, është shumë e lartë. Ne do ta mbyllim për sot këtë bisedë këtu, edhe Fabiola të falenderoj shumë që ne folëm për një plagë që nuk është e mbyllur, por që torturon vazhdimisht, duke qenë se informacionet për Mateon herë zbehen, herë dalin në dritë, por gjithmonë janë me pikpyetje. Ne do lutemi të gjithë së bashku për t'ja zvogluar dhe për t'ja zbehur sadopak dhimbjen kësaj familje, dhe gjithashtu do lutemi që Mateo të kthehet në shtëpi, aty ku e kanë vendin të gjithë.